Pse nuk ngjitin realitetin ton politik ndikimi i Civitas, ai Amerikani Trumpit, njeriu që do bënte ndryshimin. Pse shqiptarët nuk e kuptuan këtë gjë? Sipas tekstit të shkruar. Ose pse nuk e planuan? Po ne nuk kemi realitet amerikan. Ai po flisë për një realitet ku njerëzit reagojnë. Ti po flet për një realitet ku njerëzit nuk reagojnë. Pra, ku nervi i shoqërisë ka rënë shumë, dhe Berisha për mua kur e bëri testin e madh të mosbindjes civile, kur e pa që shoqëria civile nuk u bashkangjit me PD, duhet të kishte kuptuar që do të kishte bërë një ndryshim kolosal në propozimet e tij në zgjedhje. Do të kishte propozuar një emër tjetër për kryeministër, do të kishte propozuar një zgjidhje tjetër, një koalicion shumë më të madh, do të kishte bërë bashkë gjithë forcat që i premtoi. E premtoi. Tha nuk vi për të bërë kryeministër, do bëj gjithë bashkë një opozitën, unë jam ai që mund Ramën. Dhe kemi këtu dhe politika nuk është letësi që kuptohet mas 20-30 vjetësh, dhe ti se çan kokën se je autor që punë e madhe, s'e kupton tani, do të kuptojnë në vonë. Nuk e Kafka që sa ishte gjallë ishin blerë 11 libra dhe sot është nga më të lexuar në botë. Në politikë je konkret dhe je me kohën dhe duhet kapësh kohën tënde. Dhe unë mendoj që fatkeqësisht opozita nuk arriti dot të krijonte atë frymën e madhe, domethënë për të mundur një qeveri që s'kishte nevojë fare për të ardhur nga Civitaja. Mjafton gjithë ata që kishin ngrënë kumlla pas Shpinës Ramës për të kuptuar që nuk ka nevojë më për prova të tjera, për të kuptuar që kjo qeveri ka shkuar në korrupsion.